Drita e hënës depërtonte nëpër perde të bardha të dhomës së vogël, duke krijuar hije të lehta mbi muret e lyer me ngjyrë të butë-vjollc. Luana rrinte ulur pranë dritares, me gjunjët e përkulur dhe duart të mbështetura në xhamat e ftohtë. Syt i kishte të mbushur me lotë që nuk donin të rrjedhin, sikur edhe ato ishin ngurtësuar nga frika dhe pasiguria që e kishte pushtuar plotësisht. Nesër do t'ishte dita e saj e martesës, por jo një martesë që kishte ndruar ndonjëherë. Jo një fest plot gëzim, valle dhe shikim plot dashuri me njeriu që do t'i thoshte po me zemër të plot. Kjo martesë ishte një marrëveshje, një detyrë, një zgjidhje për problemet që familja e saj nuk ishte mundur t'i zgjidhte ndryshe. Babai i saj, Agim Kelmendi, kishte qenë një njeri i mirë, punëtor dhe me zemër të madhe, por jeta nuk e kishte trajtuar me dorë të butë. Biznesi i vogël që kishte ndërtuar me djersën e ballit, një dyqan materialesh ndërtimi në periferi të qytetit, ishte shkatruar nga një bashkëpunëtor i pabes, që ja kishte vjedhur të gjitha kursimet dhe kishte lënë me borxhe të mëdha. Borxhe që ishin rritur aq shumë sa që familja kishte filluar të merrte kërcënime. Telefona në orët e vona të natës, mesazhe të ftohtë, burra të panjohur që prisnin jashtë shtëpisë. Dhe pastaj erdhi zgjidhja. Driton Berisha. Një emër që Luana e kishte dëgjuar her pas here në bisedat e prindërve, por që nuk e kishte takuar kurrë. Një njeri që sipas thënieve të të gjithëve ishte i suksesshëm, me ndikim dhe me mundësi. Njeri që kishte ndërtuar një perandori biznesi në ndërtim dhe tregti dhe që tani, për arsye që Luana nuk i kuptonte plotësisht, kishte rënë dakord të shlyente të gjitha borxhet e familjes Kelmendi në këmbim të një gjëje të vetme: martesës me vajzën e tyre. Luana nuk e kuptonte pse. Pse një njeri i pasur dhe i fuqishëm si Driton Berisha, që mund të kishte çdo grua që dëshironte, do të pranonte një marrëveshje të tillë? Çfarë fitonte ai nga kjo? Cila ishte e vërteta pas ofertës së tij që dukej aq bujare? Por prindërit e saj, të dëshpëruar dhe të lodhur nga vitet e përndjekjes dhe të frikës, e shihnin këtë si një bekim nga qielli. "Është shansi ynë i vetëm, Luana", i kishte thënë nëna e saj Mira, me sy plot lot dhe duar që dridheshin. "Nuk kemi ku të shkojmë më. Nëse nuk pranojmë, do të humbasim gjithçka. Do të mbetemi në rrugë." Dhe kështu, Luana kishte pranuar. Jo sepse donte, jo sepse ishte e lumtur, por sepse e donte familjen e saj dhe nuk mund të shikonte se si vuanin për shkak të një gabimi që nuk ishte i tyri. Tani, ndërkohë që rrinte pranë dritares në këtë natë të fundit si vajzë e lirë, Luana ndjente se jeta e saj po i shpëtonte nga duart. Nesër do t'ishte zonja Berisha, gruaja e një njeriu që nuk e njihte, e një njeriu që mbase as nuk e donte. Një trokitje e lehtë në derë e nxori nga mendimet e thella. Luana fshiu shpejt gjurmët e lotëve nga faqet dhe u përpoq të kontrollonte zërin. "Po, mami." Dera u hap ngadalë dhe Mira hyri me një pjatë të vogël në dorë. Kishte sjellur çaj me mjalë dhe biskota, gjërat që i pëlqenin Luanës që kur ishte fëmijë. U ul pranë saj në shtrat dhe vendosi pjatën mbi komodinën e vogël për bri. "Nuk po flesh?" pyeti nëna e saj edhe pse e dinte përgjigjen. Luana tundi kokën. "Nuk mundem." Mira hodhi një vështrim të gjatë te bija e saj, te fytyra e saj të re, te flokët e zinj të gjatë që i binin si val mbi shpinë, te sytë e saj të mëdhenj kafe që kishin humbur shkëlqimin e tyre të zakonshëm. Zemra i dhembi aq shumë sa që pothuajse nuk mund të merrte frym. "E di që kjo nuk është ajo që doje", tha ajo me zot të përmbajtur. "E di që po të kërkoj diçka që asnjë nën nuk duhet ja kërkoj vajzës së saj, por të lutem, beso se po e bëjmë këtë sepse të duam, sepse dëshirojmë të kesh një jetë më të mirë." "Një jetë më të mirë?" përsëriti Luana dhe për herë të parë zëri i saj u dëgjua i thyer. "Si mund të jetë më e mirë kur po martohem me një njeri që nuk e njoh, që nuk më do, që mbase po më merr vetëm si..." Ajo nuk arriti ta përfundonte fjalinë. "Driton Berisha nuk është një njeri i keq", tha Mira me bindje, edhe pse edhe ajo e dinte se nuk e njihte atë mirë. "Babai yt ka folur me njerëz që e njohen, thonë se është i drejtë, që mban fjalën, që respekton familjen. Ka humbur gruan e tij para disa vitesh dhe që atëherë ka jetuar vetëm. Mbase kjo është mënyra e tij për të filluar përsëri." "Po kse unë?"
pyeti Luana me zë të përmbajtur. Pse vendosi mbi mua? Mira nuk ishte përgjigje. Edhe ajo e kishte pyetur veten e saj të njëjtën gjë, por ajo që dinte ishte se Driton Berisha kishte shfaqur respekt ndaj familjes së tyre, kishte kërkuar vetëm që Luana të pranonte martesën dhe kishte premtuar se do t'i jepte kohë dhe hapësirë për t'u përshtatur, nuk kishte kërkuar asgjë më shumë. Mbase do ta kuptosh me kohë, tha nëna duke kapur dorën bie. Jeta ka mënyrat e saj të çuditshme për të na udhëhequr në vendin ku duhet të jemi. Dua të besoj se kjo është rruga jote, edhe nëse tani duket e errët. Luana nuk tha asgjë, vetëm shikoi në drejtim të hënës që vazhdonte të shkëlqente, indiferente ndaj dhimbjes së saj, indiferente ndaj frikës që e kishte pushtuar. Nëna e puthi në ballë dhe u ngrit për t'u larguar. Provoje të lutem, tha ajo para se të mbyllte derën. Provoje me zemër të hapur, mbase do të habitesh. Por Luana nuk besonte në mrekulli. Ajo besonte vetëm në atë që shihte dhe ndjente, dhe tani ajo shihte vetëm errësirë përpara. Mëngjesi erdhi shumë shpejt. Drita e diellit filloi të depërtonte nëpër dhomë, duke zëvendësuar butësisht errësirën e natës. Por Luana nuk ishte fjetur pothuajse fare. Kishte kaluar orë duke shikuar tavanin, duke u përpjekur të imagjinonte se si do të ishte jeta e saj nga nesër e tutje. Shtëpia ishte plot lëvizje që në orët e hershme. Vajzat e familjes së gjerë kishin ardhur për ta ndihmuar në përgatitje. Hallat, kushërirat, shoqet e nënës, të gjitha donin ta shihnin nuse e bukur Luanën. Por Luana nuk ndjente asgjë. Ishte sikur po ecte në një ëndër, e shkëputur nga gjithçka që ndodhte rreth saj. E veshën me një fustan të bardhë elegant, të thjeshtë, por të hishëm. Flokët ja rregulluan në një kapsës të bukur, me disa tula të lehta që i binin mbi fytyrë. I vendosën një make-up të lehtë natyral, që theksonte bukurinë e saj të pastër. Kur e pa veten në pasqyrë, Luana pothuajse nuk e njohu veten. Dukej si dikush tjetër, si një aktor në një film që nuk i përkiste. Ceremonia do të zhvillohej në një sallë të vogël të një hoteli në qendër të qytetit. Jo diçka e madhe dhe e zhurmshme. Driton kishte këmbëngulur për diçka intime, vetëm me familjet më të afërta. Luana ja kishte falenderuar heshtur për këtë, sepse idea e një dasme të madhe ku të gjithë do ta shikonin me mëshirë ishte e padurueshme. Kur arritën në sallë, zemra e Luanës filloi të rrahte me forcë. Duart i dridheshin, këmbët nuk i mbanin mirë. Nëna e saj e mbajti nga krahu dhe i përshpëriti. Guxim zemra ime, vetëm pak më shumë. Dhe pastaj e pa. Driton Berisha qëndronte në fund të sallës, i veshur me një kostum të zi elegant, ishte një burr i gjatë, me shpatulla të gjëra dhe qëndrim të drejtë. Flokët i kishte të shkurtër, me disa fije të thinjura në anët, që i jepnin një pamje të pjekur dhe të respektueshme. Fytyra e tij ishte ashpër, me nofulla të forta dhe sy të errët që shikonin drejt te në shpirt. Por në këtë moment, në ato sy, Luana nuk paftosi as indiferencë. Ajo pa diçka tjetër. Tension, pasiguri dhe mbase nervozizëm. Ai nuk buzëqeshi, por kur sytë e tyre u takuan për herë të parë, ai e përshëndeti me një tundërje të lehtë të kokës. Një gjest respekti, jo dashurie, por as kërcënimi. Ceremonia filloi. Fjalët e zyrtarit tingëllonin të largëta, si të vinin nga një botë tjetër. Luana dëgjonte, por nuk kuptonte asgjë. E vetmja gjë që ndjente ishte prania e Dritonit pranë saj, e fortë, e qëndrueshme, por edhe e largët. Kur arriti momenti për të thënë po, zëri i saj pothuajse nuk doli, por e tha, dhe edhe ai e tha të njëjtën gjë me një zë të thellë dhe të qetë, që nuk tradhtonte asnjë emocion. Dhe kështu në një çast, Luana Kelmendi u bë Luana Berisha. Pas ceremonisë pati një drekë të vogël. Njerëzit hëngrën, folën, buzëqeshën, por Luana dhe Driton pothuajse nuk folën me njëri tjetrin. Ai ishte i sjellshëm, sigurohej që ajo kishte gjithçka që i duhej, por nuk u përpoq të krijonte një bisedë, dhe as ajo nuk e nisi. Çfarë do t'i thoshte? Si do të fillonte një bisedë me dikë që sapo ishte bërë burri i saj, por që ende ndihej si një i huaj i plot?
Kur dreka mbaroi, Dritoni u afrua prindërve të Luanës dhe tha me respekt: "Faleminderit për besimin. Do të kem kujdes për të." Agim, me sy që ndriçonin nga falënderimi dhe lehtësimi, e shtrëngoi dorën. "E di që do ta kesh. Ti je një njeri nderi." Mira e përqafoi bien për një moment të gjatë. "Jemi gjithmonë këtu nëse ke nevojë," përshpëriti ajo. "Mos harru që të duam shumë." Dhe pastaj, Luana u gjend në makinën e Dritonit, një Mercedes i zi, elegant dhe i qetë. Ata filluan të udhëtonin në heshtje të plot. Luana shikonte nga dritarja, duke parë rrugët e njohura të qytetit që linin vend për periferi dhe më pas për fshatra që nuk i kishte parë kurrë. Pas pothuajse një ore udhëtimi, Driton foli për herë të parë. Zëri i tij ishte i qetë, pa tension. "E di që kjo nuk është e lehtë për ty," tha ai pa e kthyer kokën nga rruga. "E di që nuk më njeh dhe nuk ke zgjedhur këtë jetë, por dua që të dish një gjë. Nuk do të detyroj për asgjë. Shtëpia ku po shkojmë është e jotja sa edhe imja. Do të kesh hapësirën tënde, do të kesh kohën tënde. Nuk pres asgjë nga ty përveç respektit, dhe unë do të respektoj ty." Luana e dëgjoi, por nuk tha asgjë. Ajo nuk e dinte nëse duhet ta besonte. Fjalët tingëllonin të sinqerta, por ajo kishte dëgjuar fjalë të bukura më parë që nuk kishin peshuar asgjë. "Pse e bëre këtë?" pyeti ajo më në fund, pa e shikuar. "Pse pranove një martesë të tillë?" Driton heshti për një moment, sikur po zgjidhte fjalët. "Kam arsyet e mia," tha ai në fund. "Dhe me kohë, mbase do t'i kuptosh. Por tani, e vetmja gjë që dua është që ti të ndihesh e sigurt. Kaq." Nuk ishte përgjigja që Luana kishte shpresuar, por ishte diçka, dhe në atë çast, kjo ishte e mjaftueshme. Kur makina u ndal, Luana ngriti kokën dhe pa një shtëpi të bukur me 2 kate, të ndërtuar me gur natyral dhe me dritare të mëdha që pasqyronin diellin e pasdites. Rrethuar nga kopshte të kujdesura, me pemë të larta dhe lule të shumëllojshme, vendi dukej si një oazë paqeje në mes të një zone që ishte ende mjaft e përgjumur dhe larg zhurmës së qytetit. Driton zbriti i pari dhe hapi derën për Luanën. Ajo zbriti ngadalë, duke vëzhguar vendin me kureshti të përzier me tension. Gjithçka dukej e përkujdesur, e organizuar, por edhe e largët, sikur një vend që i përkiste dikujt tjetër. "Mirë se erdhe," tha Driton ndërsa e udhëhoqi drejt hyrjes. Hapi derën e madhe të drurit dhe ja hapi rrugën. Brenda, shtëpia ishte edhe më mbreslënse se sa nga jashtë. Dhoma e ndenjës ishte e gjerë dhe ndritshme, me mobile të zgjedhura me shije të mirë, por jo të tepërt luksoze. Kishte një zjarrvënës prej guri në një cep, raftet plot libra dhe disa tablo të pikturuara me art që i jepnin hapësirës një ngrohtësi. Gjithçka dukej e jetuar, por edhe e vetmuar. Sikur shtëpia e dinte se kishte munguar diçka për shumë kohë. "Kjo është dhoma jote," tha Driton duke u udhëhequr në përshkallë në katin e sipërm. Ai hapi derën e një dhome të madhe, plot dritë nga dritare që jepnin nga kopshti i pasën. Kishte një krevat të madh me çarçaf të pastër të bardhë, një dollap të gjerë, një tavolinë të vogël pune dhe një karrige e rahatshme pranë dritares. Gjithçka ishte e re, por e organizuar me kujdes. "Shpresoj të të pëlqej," shtoi ai duke mos e shikuar drejt për drejt. "Nëse ka diçka që dëshiron të ndryshosh, më thuaj dhe do ta rregulloj." Luana hyri ngadalë në dhomë dhe ra në sy një derë tjetër në anën tjetër. "Është banja jote," shpjegoi Dritoni. "Ke gjithçka që do duhet. Unë flen në dhomën nga ana tjetër e korridorit. Do të kesh prioritetin tënd." Ajo e shikoi për herë të parë me vëmendje, fytyrën e tij të ashpër për të sinqertë. Ai nuk po përpiqej ta bënte këtë martesë të dukej si diçka që nuk ishte. Nuk po pëlqente të ishte i prekshëm ose romantik, po i ofronte thjesht një hapësirë ku ajo të mund të merrte frymë. Dhe në atë moment, Luana e vlerësoi këtë më shumë se sa do të kishte vlerësuar fjalë të bukura boshe. "Faleminderit," tha ajo me zë të ulët. Dritoni e vëzhgoi për një moment, pastaj bëri një hap pas. "Do të jem poshtë nëse ke nevojë për diçka, dhe mirë se erdhe në shtëpi." Ai doli dhe la të vetëm. Luana u ul në skajin e krevatit dhe mori një frymë të thellë. Kjo ishte jeta e saj tani. Kjo dhomë, kjo shtëpi, ky burr që sapo e kishte lënë vetëm, pa bërë asnjë kërkesë, pa pritur asgjë. Ajo nuk e dinte nëse duhet të ndjehej e lehtësuar
apo edhe më e vetmuar. Javët e para në shtëpinë e Dritonit kaluan në një mënyrë të çuditshme, në heshtje, por pa tension. Ata jetonin në të njëjtin çati, ndanin të njëjtin hapësirë, por jetonin si dy njerëz që ndodheshin rastësisht të ishin në të njëjtin vend. Dritoni zgjohej herët në mëngjes, shpesh para se djevi të ngrihej. Luana e dëgjonte duke u përgatitur në dhomën e tij, duke zbritur shkallët me hapa të heshtur dhe më pas makinën e tij duke u larguar. Ai shkonte në punë, të paktën kështu supozonte Luana, dhe kthehej vonë, shpesh pas darke. Herët kur vinte, ai trokiste lehtë në derën e dhomës së Luanës dhe pyeste nëse kishte ngrënë, nëse kishte nevojë për diçka. Përgjigjet e Luanës ishin të shkurtra por të sjellshme, dhe ai nuk insistonte kurrë. Thjesht bënte një tundje me kokë dhe largohej. Në fillim Luana nuk e dinte se çfarë të bënte me veten gjatë gjithë ditës. Shtëpia ishte e pastruar, çdo gjë ishte në vendin e vet. Nuk kishte asgjë për të bërë. Ajo kalonte kohën duke lexuar libra nga raftet e dhomës së ndenjes, duke ecur nëpër kopsht ose thjesht duke ulur pranë dritares dhe duke shikuar peizazhin. Një ditë, ndërsa po përgatiste një çaj në kuzhinë, dëgjoi derën kryesore duke u hapur. Ishte ende herët, orët e pasdites. Ajo nuk e priste Dritonin të kthehej kaq shpejt. Ai hyri dhe e pa atë në kuzhinë. Për një moment, të dy mbetën të ndrydhur sikur asnjëri nuk e dinte se si të sillej. "Mirëdita", tha Driton në fund. "Mirëdita", përsëriti Luana duke u kthyer te çaji i saj. "Po bëje çaj?" pyeti ai duke hequr xhaketën dhe duke e varur në mbajtësen pranderes. "Po, dëshiron?" pyeti ajo pa e menduar shumë, më tepër nga mirësjellja sesa nga dëshira për shoqëri. Driton hezitoi për një çast, pastaj tha: "Po, faleminderit." Ajo përgatiti një filixhan tjetër dhe ia dha me kujdes. Ai e mori dhe u ul në tavolinën e kuzhinës. Luana nuk e dinte nëse duhet të rinte apo të largohej, por në fund vendosi të rinte. U ul përballë tij dhe mori një glënjë nga çaji i saj. Heshtja nuk ishte e pakëndshme, por as e rehatshme. Ishte thjesht heshtje. "Si ke qenë?" pyeti Driton më në fund. "Mirë", tha Luana. "E qetë." "E di që duhet të jetë e vështirë", shtoi ai, duke shikuar në filxhan. "Të jesh këtu, larg familjes, me një njeri që nuk e njeh." Luana e vëzhgoi. Kjo ishte hera e parë që ai po fliste kaq hapur. "Është e çuditshme", pranoi ajo. "Por nuk është aq e keqe sa mendova." Ai e shikoi në sy për herë të parë me vëmendje të plot. "Dua që të dish se nuk je e burgosur këtu. Nëse dëshiron të shkosh të shohësh familjen, mendo lirshëm. Nëse dëshiron të dalësh, mendo lirshëm. Nuk duhet të më kërkosh leje për asgjë. Je e lirë." Luana ndjeu një ngrohtësi të vogël në gjoks. Jo dashuri, por vlerësim. "Faleminderit", tha ajo me zë të ulët. Ai buzëqeshi për herë të parë, një buzëqeshje e vogël, pothuajse e padupshme, por e vërtet. "Nuk ke pse të më falenderosh, është e drejta jote." Atë mbrëmje, për herë të parë, ata hëngrën darkë së bashku. Asnjëri nuk foli shumë, por ishin atje, në të njëjtën tavolinë, duke ndarë të njëjtin hapësirë, dhe për Luanën, kjo ishte një hap i vogël drejt diçkaje që nuk e kuptonte ende plotësisht, por që fillonte të ndihej pak më pak e frikshme. Javët vazhduan të kalonin, dhe dalgëdal, Luana filloi të vërente gjëra të vogla për Dritonin, gjëra që nuk i kishte vënë re në fillim. Ai ishte një njeri i organizuar deri në detaje. Çdo gjë në shtëpi kishte një vend të caktuar, çdo mëngjes ai e linte tavolinën e kuzhinës të pastruar, as një copë buke të harruar, as një fixhan çaj pa u lar. Edhe kur vinte vonë dhe duke i lodhur, ai nuk harronte kurrë të trokishte në derën e Luanës për të pyetur nëse kishte nevojë për diçka. Një mbrëmje, Luana e dëgjoi duke folur në telefon. Zëri i tij ishte i qetë, por i vendosur. Ajo nuk donte të dëgjonte, por dëgjoi ta dashje disa fjalë. "Jo, nuk dua të përzihem në atë punë. Kam thënë qartë që nuk merrem me gjëra të pista. Nëse do të vazhdojmë bashkëpunimin, duhet të jetë i pastër." Luana e kuptoi se Dritoni ishte një njeri me parime. Edhe pse kishte para dhe ndikim, ai nuk ishte njeri që do të bënte gjithçka për fitim. Kjo e befasoi. Kishte dëgjuar aq shumë histori për njerëz të pasur që nuk kishin moral, por Driton nuk dukej të ishte një prej tyre. Një ditë, ndërsa Luana po rregullonte librat në dhomën e ndenjës,
gjeti një album fotografish të vjetër mes raftës. Ishte i mbuluar me plur, sikur nuk ishte hapur prej kohësh. Kureshtja e shtyu të hapte. Fotografitë ishin të vjetra, disa prej tyre me ngjyra të zbeft. Luana pa dritonin më të ri, duke qeshur me një grua të bukur me flok të gjatë kafe dhe buzëqeshje të ngrohtë. Ato duket se ishin në ndonjë plazh, në ndonjë fest, në ndonjë moment të lumtur. Gruaja duke e gjallë, plot energji, dhe Driton, ai duke krejt ndryshe, më i lehtë, më i hapur, më i lumtur. Ajo ishte gruaja ime. Zëri i Dritonit e bëri Luanën të tërhiqte frymën. Nuk e kishte dëgjuar duke hyrë. "Më fal," tha ajo duke mbyllur shpejt albumin. "Nuk desha të..." "S'ka gjë." E ndërpreu Dritoni, ai hyri dhe u ul në koltukun përballë. "Mund ta shikosh nëse dëshiron." Luana hezitoi, por kureshtja dhe diçka tjetër, mbase një dëshirë për ta kuptuar më mirë, e shtyu ta rihapte albumin. "E thërit e lira," tha Dritoni me zë që u bë më i butë. "Ishi martuar për 5 vjet. Ajo vdiq nga një sëmundje që nuk e kuptuam shumë vonë. Kur e kuptuan mjekët, ishte tepër vonë." Luana e shikoi me sy plot dëmshuri. "Më vjen shumë keq." "Faleminderit," tha ai duke shikuar fotografitë. "Ajo ishte gjithçka për mua. Kur vdiq ndjeva sikur një pjesë e meje vdiq me të. Nuk mendova se do të martohesha përsëri. Nuk doja, por..." Ai u ndal dhe mori një frym të thellë. "Familja ime vazhdonte të më shtypte. Thoshin se po humba kohën, se rria vetëm, se kështu nuk mund të jetoja. E pastaj erdhi propozimi nga babai yt." Luana e dëgjoi me vëmendje. Tani gjërat filluan të kishin më shumë kuptim. Babai yt, vazhdoi Driton, ishte mik i ngushtë i babait tim. Kur unë isha i ri, ai më ndihmoi shumë. Më mësoi për ndershmëri, për punë të ndershme, për rëndësinë e fjalës së dhënë. Kur dëgjova se kishte probleme, ndjeva detyrimin të ndihmoja. Por familja ime tha se nuk duhen a bëja kështu thjesht. Ata më thanë, "Nëse do të ndihmosh, bëje në një mënyrë që të përfitoj të dyja palët. Martohuni. Kështu ti do të kesh një familje përsëri dhe ai do të shpëtoj nga borxhet." Ai e shikoi Luanën drejt për drejt. "E di që ti ngëllon si një marrëveshje biznesi. Dhe në një farë mënyre ishte. Por nuk të zgjodhëm ty rastësisht. Babai im më foli për ty, për të mirën, për edukatën, për faktin që ishe duke studiuar në universitet. Tha se ishe një vajzë e respektuar. Dhe kur erdhi momenti të vendosja, mendova, nëse duhet të martohem përsëri, e le të jetë me dikë që e vlerësoj, edhe nëse nuk e njoh. Le të jetë me dikë që ka vlera, jo vetëm bukuri." Luana nuk e dinte çfarë të thoshte. Për herë të parë, po e shikonte martesën e tyre nga një këndvështrim tjetër. Nuk ishte vetëm një marrëveshje e ftohtë. Ishte një përpjekje e një njeriu të thyer për të gjetur një rrugë përpara, ndërkohë që ndihmonte dikë që e vlerësonte. "Nuk pres që të më duash," tha Driton me zë të qetë. "Nuk pres as që të më falësh për atë që ke humbur për shkakun tim, por shpresoj që me kohë të paktën të më respektosh, dhe unë do të bëj të gjitha që të respektoj ty." Luana ndjeu diçka të ngrohtë në zemër, jo dashuri, por një lloj mirëkuptimi. "Të respektoj tashmë," tha ajo. "Për atë që ke bërë për familjen time, për atë që po bën për mua tani." Ai buzëqeshi lehtë dhe për herë të parë, Luana mendoi se, mbase ky burr nuk ishte aq i largët sa dukej. Pas asaj bisede, diçka ndryshoi midis tyre. Jo diçka e madhe, por diçka e ndjeshme. Filluan të flasin më shumë. Jo gjëra personale, jo konfesione të thella, por gjëra të vogla të përditshme. "Si e pe ditën?" do të pyeste Driton kur kthehi nga puna. "Lexova një libër interesant, flet për historinë e artit. Nuk e dija që Renesansi kishte filluar nga një tragjedi e madhe." "Çfarë tragjedie?" do të pyeste ai, duke treguar interes të vërtet. Edhe kështu bisedat filluan të rrjedhin më natyrshëm. Ata zbuluan se kishin disa gjëra të përbashkëta. Pëlqenin të njëjton lloj muzike, pëlqenin të lexonin, pëlqenin heshtjen,
por jo vetmin. Një mbrëmje, ndërsa po shikonin televizor, Luana pa një film që e prekte thellë. Një histori dashurie mes dy njerëzve që ishin përballë vështirësive të mëdha. Në fund, ajo nuk arriti të mbante lotët. Dritoni e vuri dhe. E je mirë? Po, tha Luana duke fshirë shpejt syt. Thjesht, filmi ishte prekës. Ai nuk tha asgjë, por ajo e pa se ai e kuptonte. Nuk e pyeti më shumë, nuk e bëri ta ndihej keq për lotët. Thjesht i dha hapësirë. Një ditë tjetër, Luana vendosi të gatonte diçka speciale për darkë. Nuk e kishte bërë më parë në këtë shtëpi, por ndjeu dëshirën të kontribuonte, të jepte diçka më shumë se thjesht praninë e saj. Kur Dritoni erdhi në shtëpi dhe nuhati erën e ushqimit, u befasua. Ti gatove? Po, tha Luana duke u ndjer paksa e vetëdijshme. Nuk e di nëse do të pëlqej, por sigurisht që do të më pëlqej, thaj me një buzëqeshje të vogël. Asnjëri nuk ka gatuar për mua që kur vdiqe Lira. Ato fjale prekën Luanën. Nuk ishin thënë me dhimbje, por me njohje të një boshllaku që kishte ekzistuar për aq kohë. Dhe tani, ajo po e mbushte atë boshllëk. Qoftë edhe pak. Darkën e hëngrën së bashku, dhe për herë të parë, biseda u bë më e ngrohtë. Ata folën për fëmijërinë e tyre, për ëndrat që kishin pasur, për gjëra që i bënin të qeshnin. Luana e pa Dritonin duke qeshur me të vërtet, një të qeshur të thellë, të sinqert, dhe kjo e bëri edhe atë të buzëqeshte. Ke një të qeshur të bukur, tha Driton pa u menduar, dhe më njëherë dukej sikur u pendua. Më fal, nuk desha të... S'ka gjë, tha Luana duke u kuqur paksa. Faleminderit. Ajo nuk e dinte pse, por zemra i rrahte pak më shpejt. Nuk ishte dashuri, por ishte diçka. Një ndjenje vogël mirësie, e pëlqimit, e respektit që po rritej ngadalë. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Kishte ditë kur Driton vinte në shtëpi i mbyllur, i heshtur, i lodhur. Luana mund ta lexonte shqetësimin në fytyrën e tij, por nuk e dinte nëse duhej të pyeste. Një natë, ai erdhi shumë vonë. Luana ishte zgjuar dhe po lexonte në dhomën e saj kur e dëgjoi derën duke u hapur. Zbriti poshtë dhe e gjeti duke qëndruar pranë dritares në errësirë, me duart në gjepa dhe kokën ulur. Driton? Thiri ajo me butësi. Ai u kthye dhe ajo pa lodhje në sytë e tij. Më fal nëse të zgjova, nuk po flija, tha ajo. A je mirë? Ai hezitoi, pastaj tha. Po, thjesht ishte një ditë e vështirë. Luana ju afrua. Dëshiron të flasësh për të? Ai e shikoi për një moment sikur po peshonte nëse duhej ta bënte. Pastaj tha. Pata një mosmarrveshje me dikë që mendova se ishte mik. Zbulova se po më tradhtonte. Po përpiqej të më nxirrte nga një projekt që kisha ndërtuar me vite. Luana e kuptoi dhimbjen në zërin e tij. Më vjen keq. Nuk është hera e parë, tha ai me një zë të lodhur. Në këtë botë, besimi është një gjë e rrallë. Njerëzit flasin për respekt, për miqësi, por në fund, shumica shohin vetëm interesin e tyre. Luana nuk e dinte çfarë të thoshte, por ndjeu një impuls të fortë për ta ngushëlluar. Ju afrua dhe vendosi një dorë të lehtë mbi krahun e tij. Jo të gjithë janë kështu. Ka njerëz që vlerësojnë besnikërinë, që vlerësojnë ndershmërinë. Ai e shikoi dorën e saj, pastaj fytyrën, dhe në atë moment, diçka kaloi mes tyre. Një lidhje e vogël e pa fjalë, por e vërtet. Faleminderit, tha ai me zë të ulët. Do me thonë shumë. Ajo buzëqeshi lehtë dhe tërhoqi dorën. Nëse do të flasësh ndonjëherë, jam këtu. Dhe ajo e thoshte sinqerisht. Për herë të parë nuk po fliste thjesht nga mirësjellja, por nga një dëshirë e vërtet për ta ndihmuar. Një javë më vonë Luana vendosi të shkonte të takonte familjen e saj. Nuk i kishte parë që prej martesës dhe u mungonin. Dritoni ja kishte ofruar makinën, por ajo kishte preferuar të merrte autobusin. Donte pak kohë vetëm për t'u menduar. Kur arriti në shtëpinë e vjetër, nëna e saj e përqafoi me lot në sy. Sa të kemi munguar, zemra ime. Edhe unë ju ka munguar, tha Luana duke ndjerë ngrohtësinë e familjes që i kishte munguar. Babai i saj ishte më i qetë, por e lumtur. Si është jeta me Dritonin? Pyeti ai me kujdes.
Luana mendoi për një moment. Është i mirë, i vërtet, po i njohim njëri tjetrin ngadalë. Nëna e saj buzëqesh i lehtë. Kjo është e rëndësishme. Dashuria vjen me kohë. Luana nuk ishte e sigurt nëse ishte dashuria ajo që po ndjente, por diçka po ndryshonte. Nuk e shihte më Dritonin si një të huaj. Ai po bëhej mik. Dikush që e respektonte, që kujdesej për të, që po hapej ngadalë përpara saj. Kur u kthye në shtëpi atë mbrëmje, Dritoni ishte atje duke e pritur. Si shkoi? Pyeti ai. Mirë, tha Luana. Ata janë mirë. Të falenderojnë për gjithçka. Nuk kam pse, tha Dritoni. Jam i lumbur që ata janë mirë. Dhe pastaj diçka e bëri Luanën të ndalonte. Ajo e vështroi për një moment dhe tha: Faleminderit, Driton. Për gjithçka. Jo vetëm për familjen time, por edhe për mua. Për durimin, për respektin. Ai u befasua nga sinqeriteti i saj. Nuk ke pse të më falenderosh. Ti e gruaja ime. Kjo është detyra ime. Jo, tha Luana me zë të qetë. Shumë burra nuk do të silleshin kështu. Ti po bën shumë më tepër se sa duhet dhe e vlerësoj. Ai nuk tha asgjë, por sytë e tij flisnin. Në to, Luana pa mirënjohje, kënaqësi dhe diçka tjetër që ende nuk arrinte ta kuptonte plotësisht. Ishte një natë vjeshte kur një stuhi e madhe goditi zonën. Vera shpërndante pemët, shiu binte si shigjet dhe bubullima dridhte xhamat e shtëpisë. Luana kishte qenë gjithmonë e friksuar nga stuhit. Që kur ishte fëmijë, ato e bënin ta ndjente veten të pambrojtur, të vogël, të paaft. Ajo rrinte në dhomën e saj, e mbështjell në batanie, duke u përpjekur të injoronte tingujt e jashtëm. Por një bubullim e veçanërisht e fortë e bëri të kërcej dhe të filloi të dridhej. Pa pritur, dëgjoi një trokitje në derë. Luana, zëri i Dritonit. A je mirë? Ajo hapi derën dhe ai e pa të dridhur. Menjëherë shqetësimi u shfaq në fytyrën e tij. Të tremb stuhia. Ajo përpoq të buzëqeshte, por nuk arriti. Pak. Mund të vi brenda? Pyeti ai. Vetëm që të mos jesh vetëm. Luana i njohu sinqeritetin në zërin e tij. Ajo hapi derën më gjerë dhe ai hyri. U ulën të dy në skajin e krevatit, në heshtje, duke dëgjuar stuhin që përvulonte jashtë. Kur isha i vogël, filloi Driton me zë të qetë, edhe unë i kisha frikë stuhive. Babai im më thoshte: Stuhia është e fortë, por edhe ti je i fortë. Ajo kalon. Ti mbetesh. Luana e dëgjoi dhe ndjeu një ngrohtësi në fjalët e tij. Babai yt duket si njeri i urtë. Ishte, tha Driton. Vdiq para 5 vitesh, por fjalët e tij ende më ndihmojnë. Një bubullim tjetër e bëri Luanën të tërhiqet pa dashje. Dhe në atë moment, Dritoni bëri diçka që nuk e kishte bërë më parë. Shtriu dorën dhe e kapi lehtë dorën e saj. Nuk je vetëm, tha ai, me një zë që ishte aq i butë sa pothuajse duke si përshpërim. Jam këtu, dhe do të mbetem këtu sa kohë të kesh nevojë. Luana e shikoi dorën e tyre, dorën e tij të fortë, të sigurt, që mbante të sajën me një butësi që nuk e kishte pritur, dhe për herë të parë ndjeu një lloj sigurie që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Faleminderit, tha ajo, dhe kësaj here zëri i saj nuk dridhej më. Ata mbetën kështu për një kohë të gjatë, duke mbajtur duart, duke dëgjuar stuhin që ngadalë po qetësohej. Dhe kur Luana më në fund ra në gjumë, dorën e Dritonit ende e mbante. Ai nuk lëvizi. Thjesht qëndroi atje, duke mbrojtur nga frika që i kishte pushtuar zemrën e saj. Javët kalonin dhe vjeshta po kthehin në dimër. Ditët bëheshin më të shkurtra, më të ftohta, por brenda shtëpisë së Dritonit dhe Luanës, ngrohtësia po rritej ngadalë. Një mëngjes, Luana u zgjua dhe u kujtua se ishte 15 nëntori. Ditëlindja e saj, mbushi 23 vjeç. Por askush nuk e dinte. Nuk e kishte thënë Dritonit, sepse nuk donte të krijonte pritshmëri
ose ta detyronte të bënte diçka për të. Ajo zbriti poshtë dhe gëzoi një mëngjes të zakonshëm. Dritoni ishte duke përfunduar mëngjesin e tij dhe po përgatitej për punë. "Mirëmëngjes", tha ai me një buzëqeshje. "Mirëmëngjes", u përgjigj Luana. Ai doli pa thënë asgjë më shumë, dhe Luana u dje paksa e zhgënjur, por çfarë priste? Ai nuk e dinte se ishte ditëlindja e saj. Kaloi ditën duke lexuar, duke pastruar, duke gatuar diçka të vogël për darkë, por nuk arriti të largonte ndjenjen e vetmisë që e kishte pushtuar. Ditëlindjet kishin qenë gjithmonë special në familjen e saj, plot gëzim, këngë, torta të vogla të bëra nga nëna, por këtë vit ishte vetëm. Kur ai errësira, dëgjoi derën duke u hapur. Dritoni hyri, por këtë herë kishte diçka në duar, një kuti e vogël e mbështjellë me letër të bukur. Luana e shikoi me befasi. "Çfarë është kjo?" Dritoni buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet e ngrohtë. "Ditëlindja e lumtur, Luana." Ajo mbeti pa fjalë. Si e dije?" "E pyeta nënën tënde", tha ai duke ia dorëzuar kutinë. "Nuk doja që ta kaloje vetëm." Luana ndjeu lot duke i mbushur syt. Ajo e hapi kutinë duar që dridheshin lehtë. Brenda ishte një byzylyk i bukur argjendi, i thjesht por elegant, me një gur të vogël blu në mes. Ngjyra e saj e preferuar. "Është i bukur", tha ajo me zë të përmajtur. "Shpresoj të të pëlqej", tha Dritoni. "Dhe ja, kam edhe diçka tjetër." Ai u udhëhoqi drejt kuzhinës, ku kishte një tortë të vogël të vendosur në tavolinë me qirinj të ndezur. Nuk ishte e madhe, por ishte e bërë me kujdes, me shkrim që thoshte: "Ditëlindja e lumtur, Luana." "E bleve këtë?" pyeti ajo duke mos e besuar. "Jo", tha Driton duke u kuqur lehtë. "E bëra." Luana e shikoi me gojë hapur. "Ti gatove tortë?" "Përpiqem", tha ai duke qeshur. "Nuk jam i sigurt nëse është e ngrënshme, por..." Ajo qeshi, një të qeshur të vërtet, të thellë që e bëri Dritonin të buzëqeshte edhe më shumë. Pastaj, pa u menduar, Luana e përqafoi. Ishte një përqafim i shpejt, impulsiv, por i sinqert. "Faleminderit", po shpëriti ajo. "Nuk e di çfarë të them. Askush nuk ka bërë diçka kaq të mirë për mua prej kohësh." Driton e përqafoi përsëri, këtë herë më ngadalë, më me kujdes. "Meriton më shumë më tepër", tha ai, "dhe do të përpiqem ta bëj çdo ditë të jetë pak më e mirë për ty." Atë natë, ata hëngrën tortë së bashku, qeshën, folën për gjëra të lehta dhe të rënda, dhe për herë të parë, Luana ndjeu se kjo shtëpi nuk ishte më thjesht një vend ku jetonte, po bëhej një shtëpi, një vend ku ndjehej e mirëpritur, e kujdesur, e vlerësuar. Ditët kalonin, dhe lidhja mes Luanës dhe Dritonit po thellohej, por diçka tjetër po linte edhe, ndjenja që Luana nuk i kishte pritur. Një ditë, Driton erdhi në shtëpi me një koleg pune, një grua e re, tërheqëse, me emrin Anjeza. Ajo ishte arkitekte që po punonte me kompaninë e Dritonit për një projekt të ri. Kishte ardhur të diskutonte disa detaje dhe Dritoni e kishte ftuar për darkë. Luana e përshëndeti me mirësjellje, por ndjeu diçka të çuditshme në gjoks, një ndjenjë e pakëndshme, e panjohur. Ajo përgatiti darkë dhe ul me ta në tavolinë. Anjeza fliste shumë, ishte e zgjuar, plot energji, dhe dukej se kishte shumë të përbashkëta me Dritonin. Ata flisnin për projekte, për ide, për arkitekturë, dhe Dritoni duke i interesuar, i përqendruar në atë që thoshte ajo. Luana u përpoq të merrte pjesë në bisedë, por ndjeu veten jashtë. Ajo nuk kishte shumë njohuri për arkitekturë apo ndërtim, dhe sa më shumë që dëgjonte Anjezën duke folur me Dritonin, aq më shumë ndjente një dhimbje të vogël në zemër. Pas darke, Anjeza u largua dhe Driton u kthye në domën e ndenjës ku Luana po pastronte tryezën. Ajo është shumë e talentuar, tha me admirim. Mendon se projekti do të dalë i shkëlqyer me idetë e saj. Luana nuk tha asgjë për një moment. Pastaj, pa u shikuar, tha: "Duket mjaft e afërt me ty." Dritoni e kapi tonin në zërin e saj. E shikoi me kujdes. "Jemi koleg, Luana, asgjë më shumë." "E di", tha Luana shpejt duke u ndier paksa budallaqe. "Thjesht,
Duket se keni shumë të përbashkëta. Driton ju afrua dhe qëndroi pranë saj. Kimi të përbashkëta për kunën, por asgjë më shumë. Ti e gruaja ime, Luana, dhe askush tjetër nuk zë vendin tënd. Luana e shikoi dhe pa sinqeritetin në sytë e tij. Ndjenja e xhelozisë u zhduk ngadalë, duke lënë vend për diçka tjetër, realizimin se ajo po ndjente diçka të vërtetë për këtë njeri. Nuk ishte thjesht mirënjohje ose respekt më, ishte diçka më e thellë. Më fal, tha ajo me zë të ulët, nuk desha të... Nuk e di pse u ndjera kështu. Driton buzëqeshi lehtë. E di pse, sepse po fillojmë të kujdesemi njëri për tjetrin, dhe kjo është një gjë e mirë. Ajo buzëqeshi përsëri dhe ndjeu një lehtësim. Ndoshta, vetëm ndoshta, po bëheshin më shumë se thjesht bashkëshort në letër. Dimri kishte ardhur tani me forcë të plotë. Bora kishte filluar të binte dhe kishte mbuluar kopshtin me një shtresë të bardhë që shkëlqente në dritën e hënës. Një mbrëmje, Driton erdhi në shtëpi me një ide të pazakontë. Dëshiron të dalësh për pak? Pyeti ai. Luana e shikoi me befasi. Tani, ka ftohtë jashtë. E di, por yjet janë të shkëlqyeshëm dhe ka diçka që dua të tregoj. Ajo hezitoi, por kureshtja fitoi. Ata u veshën me të ngrohta dhe dolën në kopshtin e pasëm. Bora kërcëllinte nën këmbët e tyre. Ajri ishte i pastër, i ftohtë, por i mrekullueshëm. Driton e udhëhoqi drejt një vendi të vogël ku kishte vendosur 2 karrige dhe një batanie. Ulem pak? Ata ulën dhe Driton ja dha Luanës batanin për të mbuluar. Pastaj, ai shikoi lart drejt qiellit të yllëzuar. Kur isha i vogël, babai më çonte shpesh jashtë natën për të parë yjet. Thoshte se yjet na kujtojnë sa të vegjël jemi, por edhe sa të rëndësishëm, sepse edhe pse jemi të vegjël, jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe. E dëgjoi dhe shikoi lart. Yjet ishin vërtet të shkëlqyeshëm. Mira pika drite që shpërndaheshin nëpër errësirën e pafund. Është e bukur, tha ajo me zë të butë. Edhe ti je e bukur. Luana u kthye me shpejtësi dhe e pa Dritonin duke e shikuar. Ai nuk po shikonte yjet më. Driton, filloi ajo, por nuk e dinte çfarë të thoshte. Nuk dua të bëj të ndihesh e pazakont, tha ai shpejt. Por dua që ta dish që nga dita që erdhe në jetën time, diçka ka ndryshuar. Kam filluar të shoh botën ndryshe. Kam filluar të ndihem gjallë përsëri, dhe kjo është për shkakun tënd. Luana ndjeu zemrën duke i rrahur me forcë. Edhe unë kam filluar të ndjej diçka të ngjashme. Ai e shikoi me shpresë. Vërtet? Po, pranoi ajo. Në fillim, mendoja se kjo martesë do të ishte thjesht një detyrë, por tani nuk e shoh më kështu. Kam filluar të pres që të vish në shtëpi, të pres bisedat tona, të pres çastet tona së bashku. Driton mori dorën e saj në të hijen dhe e mbajti me një butësi që e bëri Luanën të ndjente sikur po shkrihej. Luana, tha ai me zë të përmbajtur nga emocionet, nuk dua të të nxitoj. Nuk dua të detyroj për asgjë, por dua që ta dish se po filloj të dua. Vërtet, me gjithë zemër. Luana ndjeu lotët duke i mbushur syt, por këtë herë nuk ishin lot trishtimi, ishin lot lumturie, lehtësimi, shprese. Edhe unë po filloj të dua, tha ajo me zë që mezi dëgjohej. Dhe në atë moment, nën yjet që shkëlqenin si dëshmitar, Driton e përqafoi Luanën me një butësi dhe forcë që flisnin më shumë se mira fjalë. Ajo e përqafoi përsëri, duke ndjerë se për herë të parë pas shumë kohësh ishte në vendin e duhur, me njeriun e duhur. Por, jo gjithçka ishte e thjeshtë. Një ditë, ndërsa Luana po blinte në treg, u takua me dikën nga e kaluara e saj, Erion, ishi dashuri i saj nga universiteti. Ishin nxanë së bashku për disa muaj, para se ai të largohej për të studiuar jashtë. Ishin ndarë në mënyrë miqësore, por Luana nuk e kishte parë prej 2 vjetësh. Erion? Thirrri ai me një buzëqesje të gjerë. A je ti? Ajo u kthye dhe e njohu menjëherë. Erion, sa kohë? Ata përqafuan shpejt dhe filluan të flisnin. Erioni i tregoi se kishte përfunduar studimet dhe ishte kthyer në vend. Po punonte si inxhinier dhe po rregullohej për të vendosur. Dhe ti? Pyeti ai. Çfarë bën? E përfundove universitetin? Luana hezitoi për një moment.
Po, e përfundova dhe jam martuar. Fytyra e Erionit u ndryshyë pak. Një hije zhgënjimi, por e shpejt. Martuar? Wow, urime. Me kë? Me një njeri të mirë, tha Luana thjesht, pa dëshirë të fliste shumë. Ata biseduan edhe pak, shkëmbye numra telefoni dhe u ndan. Por kur Luana u kthye në shtëpi, ndjeu diçka të çuditshme. Jo se kishte ndjenja për Erionin, ai ishte thjesht një kujtim i bukur nga e kaluara, por u habit nga fakti se takimi me të nuk e kishte prekur as pak. Nuk kishte ndjer mall, as dëshirë për të kthyer në atë kohë. E kaluara ishte e kaluara. Tani, zemra e saj ishte këtu, me Dritonin. Kur ja tregoi Dritonit për takimin, ai dëgjoi me qetësi. Si u ndje? Pyeti ai. I çuditshëm, pranoi Luana, por jo për atë që mendon. U ndjeva e çuditshme sepse nuk ndjeva asgjë për të. Dhe kjo më bëri të kuptoj se kam ndryshuar. Nuk jam ajo vajzë që isha 2 vjet më parë. Dritor buzëqeshi lehtë. Ne të gjithë ndryshojmë dhe jam i lumtur që ti ke ndryshuar në këtë drejtim. Ajo ju afrua dhe e puthi në faqe. Një gjest i vogël, por plot kuptim. Faleminderit që më kupton. Ai e kapi dorën. Gjithmonë do të përpiqem. Por një krizë e madhe po afrohej. Një ditë Driton erdhi në shtëpi, i tensionuar dhe i mërzitur. Luana e pa me njëherë se diçka nuk shkonte mirë. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo me shqetësim. Driton u ul dhe mbështiti kokën në duar. Kam problem në punë. Një projekt i madh është në rrezik. Dikush ka bërë gabime dhe tani po kërcënohen të më padisin. Mund të humbasim shumë para. Mund të humbasim gjithçka që kam ndërtuar. Luana ndjeu një frikë të thellë. Jo vetëm për parat, por për Dritonin. Ajo i shifte se së shumë kjo punë do me thënte për të. Ishte jeta e tij, identiteti i tij. Çfarë mund të bëjmë? Pyeti ajo. Nuk e di, tha ai me një zë të lodhur. Duhet të gjej një zgjidhje, por nuk di nga të filloj. Luana ul pranë tij dhe e kapi dorën. Nuk je vetëm, do ta kalojmë këtë së bashku. Do të gjejmë një zgjidhje. Ai e shikoi me sy plot mirënjohësi. Nuk e di çfarë do të bëj apo ty. Ditët vijuese ishin të vështira. Driton punonte ditë e natë duke u përpjekur të zgjidhte problemin. Luana e mbështeste në çdo mënyrë që mundej, duke ja përgatitur ushqim, duke e dëgjuar kur kishte nevojë të fliste, duke qëndruar zgjuar me të kur punonte deri vonë. Një natë, ndërsa po punonin së bashku për të rishikuar disa dokumente, Driton e shikoi Luanën dhe tha: "Nuk e meritoj ty." Ajo u befasua. Pse thua kështu? Sepse të kam sjell në një jetë plot stres, plot probleme. Kur të kam marrë, premtova se do të kisha kujdes për ty. Por tani, po bëj të kundërtën. Luana e kapi fytyrën e tij me duart e saj. Driton, jeta nuk është gjithmonë e lehtë. Ka momente të vështira. Por kjo nuk do të thotë se je dështuar. Do të thotë se jemi njerëz, dhe njerëzit e vërtet qëndrojnë së bashku në momente të tilla. Ai e përqafoi me një forcë që tregonte dëshpërimin dhe dashurinë e tij. Të dua aq shumë, përshpëriti ai. Edhe unë të dua, u përgjigj ajo, duke ndjerë se këto fjalë tani kishin një peshë të vërtet, të thellë. Pas javësh pune të palodhur, Driton arriti të gjente një zgjidhje. Me ndihmën e një avokati të mirë dhe disa dokumenteve që provonin se gabimet nuk ishin të tij, ai arriti të shmangej nga padita dhe të ruante kompaninë. Ishte një fitore e madhe, por edhe një mësim i rëndësishëm. Mësova se nuk mund të besoj të gjithë, tha ai një mbrëmje ndërsa festonin me një darkë të thjeshtë në shtëpi. Por mësova edhe se ka njerëz që vlen për t'u besuar. Njerëz si ti. Luana buzëqeshi. Gjithmonë do t'jem këtu për ty. E di, tha ai, dhe kja më bën njeriun më të lumtur në botë. Ai nxori diçka nga xhepi. Një kuti të vogël. Luana e shikoi me kureshtje. Çfarë është? Driton e hapi kutin dhe brenda ishte një unaz. Jo unaza e martesës që kishin shkëmbyer në ceremoni, por një unaz e re. Më e bukur, me një diamant të vogël që shkëlqente në dritë. Kur u martuam, ishte një marrëveshje. Por tani, dua që kjo të jetë më shumë se kaq. Dua që të jetë një zgjedhje. Zgjedhja ime, zgjedhja jote. Dua të martohem me ty përsëri.
por këtë herë me dashuri të vërtet. Luana ndjeu Lotët duke i rrjedhur në faqe. Po, driton. Po. Ai ja vendosi unazën në gisht dhe e puthi. Një puthje e vërtet, e parë, plot dashuri dhe premtim. 3 muaj më vonë, ata organizuan një ceremoni të vogël, vetëm familjet e tyre dhe miqtë më të afërt. Por këtë herë ishte ndryshe. Nuk ishte një detyrë. Ishte një festë e dashurisë që kishte lindur në mënyrë të papritur, por që kishte rrënjë të thellë. Ata thën po përsëri, por këtë herë me një forcë dhe bindje që vinte nga thellësia e shpirtit. Dhe kur dritone puthi, e gjithë salla shpërtheu në duar trokitje. Prindrit e Luanës qanin nga lumturia. E dinim se do të ishte kështu, tha nëna e saj. E dinim se dashuria do të gjente rrugën. Atë natë, ndërsa vallëzoni së bashku, dritoni i përshpëriti Luanës. Faleminderit që më dhe një shans. Faleminderit që më mësove të dua përsëri. Luana buzëqeshi dhe e puthi. Faleminderit që më pritëshe, që më dhe kohë, që më tregove se dashuria nuk është gjithmonë e shpejtë. Ndonjëherë ajo rritet ngadalë, por bëhet edhe më e fortë. Muajt kalonin dhe jeta e tyre po bëhej gjithnjë e më e plotë. Ata filluan të planifikonin për të ardhmen, për fëmijë, për udhëtime, për ëndrat përbashkëta. Luana filloi të punonte në një galeri arti, duke përdorur diplomën e saj në histori të artit. Ajo e donte punën dhe Tritoni e mbështeste plotësisht. Jam kaq krenar për ty, i thaj një ditë pasi ajo organizoi ekspozitën e saj të parë. Po bëhesh ajo që gjithmonë ke dashur të bësh. Luana buzëqeshi. Asgjë prej kësaj nuk do të ishte mundur pa ty. Ata filluan të kalonin më shumë kohë me familjet e tyre, darkë të përbashkëta, pushime, momente gëzimi. Babai i Luanës dhe Dritoni u bën shumë të afërt, duke folur për biznes, për jetë, për vlera që ndanin. Një ditë nëna e Luanës i tha asaj: "E sheh, të thash se dashuria do të vinte me kohë, vetëm duhet të kishe besim." Luana e përqafoi: "Kishe të drejtë, aq shumë të drejtë." Një vit pas martesës së tyre të dytë, Luana mori lajmin që kishte pritur me padurim. Ishte shtatzën. Kur ja tha Dritonit, ai nuk tha asgjë për një moment. Thjesht e shikoi me sy plot lot. Pastaj e përqafoi me një forcë që e bëri të qeshte. "Do të bëhemi prindër, do të kemi një familje." "Po," tha Luana, duke qarë dhe qeshur në të njëjtën kohë. "Familja jon." Muajt jues ishin plot gëzimi dhe pritje. Ata përgatiten dhomën e bebit, zgjodhen emra, lexuan libra për prindërim. Dritoni ishte i kujdesshëm deri në ekstrem. Sigurohej që Luana të kishte gjithçka që i duhej, se nuk punonte shumë, se pushonte mjaftueshëm. "Jam mirë, Driton," qeshta ajo shpesh. "Nuk jam prej kristali." "E di," thoshte ai, "por ti dhe bebja jeni gjëja më të çmuar që kam. Nuk mund të rrezikoj asgjë." Në një natë pranvere, ndërsa lulet po fillonin të lulzonin dhe ajri po bëhej i ngrohtë, Luana hyri në punë. Dritoni ishte pranë saj çdo çast, duke e mbajtur dorën, duke i folur me një zë të qetë, duke i dhënë kurajo. "Mund ta bësh këtë," i thoste ai. "Je gruaja më e fortë që njoh." Dhe pas orës që u dukën si jetë të tëra, dëgjuan një qarje të vogël, qarja më e bukur që kishin dëgjuar ndonjëherë. Vajza e tyre kishte lindur. Kur infermierja ja dha Luanës, ajo e shikoi me sy plot lot. "Është e përsosur," pashpëriti ajo. Dritone preku fytyrën e vogël të vajzës me një butësi të jashtëzakonshme, ashtu si nëna e saj. Ata e quajtën Elira, për nder të gruas së parë të Dritonit. Ishte një gjest respekti dhe dashurie, një mënyrë për të treguar se e kaluara nuk harrohet, por jeta vazhdon dhe sjell begati të reja. Muajt kalonin dhe Elira po rritej e shëndetshme dhe e lumtur. Shtëpia që dikur kishte qenë e qetë dhe e vetmuar, tani ishte plot me të qeshura, me lojra, me jetë. Luana shikonte Dritonin duke luajtur me bijën e tyre dhe zemra i mbushej me lumturi. Kush do ta kishte menduar se nga një martesë e detyruar do të linte kaq shumë dashuri? Një mbrëmje, ndërsa Elira flinte dhe ata rinin së bashku në veranda duke shikuar yjet, ashtu si kishin bërë atë natë të parë, kur kishin rrëfyer ndjenjat e tyre, Driton e kapi dorën e Luanës. "Ndonjëherë mendoj për ditën kur u martuam, kur të pash duke ecur drejt meje, me atë fustanin e bardhë, me sy plot frikë e dyshim,
dhe mendoj se sa fat pata. Luana buzëqeshi. Ti e quan fat? Unë isha e tmerruar. E di, tha ai duke qeshur. Por edhe unë isha i tmerruar. Nuk e dija nëse mund ta bëja këtë përsëri, të hapja zemrën, të lejoja dikë të hynte. Pas Elirës së parë, mendova se dashuria ime kishte vdekur me të. Por ti më tregove se zemra mund të jetoj përsëri, mund të dashoj përsëri, madje edhe më thellë. Luana ndjeu lot duke i mbushur syt, lot lumturie, jo trishtimi. Edhe ti më tregove mua. Më tregove se dashuria nuk është gjithmonë vetë tima në shikim të parë. Ndonjëherë është diçka që rritet me kohë, me durim, me respekt. Dhe kur rritet kështu, bëhet më e fortë se çdo gjë tjetër. Ata u puthën nën yjet që shkëlqenin si dëshmitar të historisë së tyre, një histori që kishte filluar me detyrim, por që kishte përfunduar me dashuri të vërtetë. Por jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë, edhe me gjithë dashurinë që ndanin. Prindërimi solli sfidat e veta. Elira ishte një bebe e shëndetshme, por si të gjithë bebët, kishte netët kur qante pa pushim. Luana dhe Driton kalonin net pa gjom, duke u alternuar për ta ngushëlluar, për ta ushqyer, për t'u përgjigjur çdo nevojë të saj. Një natë, pas një jave veçanërisht të vështirë, Luana shpërtheu në të qara nga lodhja dhe frustrimi. Nuk e di nëse po e bëj mirë, tha ajo me një zë të thyer. Çfarë nëse nuk jam nënë e mirë? Çfarë nëse? Driton e ndërpreu duke e përqafuar fort. Je nëna më e mirë që Elira mund të ketë, po bën gjithçka që mundesh. Dhe kjo është e mjaftueshme, më shumë se e mjaftueshme. Por disa herë ndihem kaq e paaft, pranoi Luana, kaq e pafuqishme. Kjo është normale, tha Driton me butësi. Prindërimi nuk vjen me udhëzime, po mësojmë së bashku, dhe po e bëjmë mirë edhe kur nuk na duket. Ato fjalë i dhan Luanës forcën që i duhej, dhe me kohë, gjërat u bën më të lehta. Elira filloi të flinte më mirë, të buzëqeshte më shumë, të zhvillohej në një fëmijë të vogël, të bukur dhe plot jetë. Kur Elira gobushi 1 vjeç, Luana vendosi të kthehej në punë në galeri. Ishte një vendim i vështirë, ajo donte të kalonte çdo moment me bien e saj, por dinte edhe se puna e saj ishte një pjesë e rëndësishme e identitetit të saj. Driton e mbështeti plotësisht. Nuk duhet të zgjedhësh mes të qenit nën dhe të qenit ti vet. Mund të jesh të dyja. Ata gjetën një kujdestare të mirë për Elirën, një grua më e moshuar, e butë dhe me përvojë që e donte vajzën e tyre sikur të ishte nipëza e saj. Kjo e qetësoi Luanën dhe ja bëri më të lehtë tranzicionin. Kur u kthyre në punë, Luana ndjeu një përzierje emocioni. Gëzim që po bënte përferi atë që e donte, por edhe mall për bijen e saj. Por çdo pasdite kur kthehej në shtëpi dhe e shihte Elirën duke ecur drejt saj me duar trokitje dhe buzëqeshje, e dinte se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Vitet kalonin dhe familja e tyre po rritej, jo në numër, por në dashuri dhe lidhje. Elira po rritej në një vajzë të zgjuar, kurestare, me humor dhe dashuri për jetën. Ajo i pëlqente të pikturonte, ashtu si nëna e saj, dhe të ndërtonte gjëra ashtu si babai i saj. Një ditë, ndërsa Luana e vështronte nga dritarja të luante në kopësht me Dritonin, ndjeu një ngrohtësi të thellë në zemër. Kto ishin momentet që vlenin më shumë se çdo gjë. Momentet e vogla, të thjeshta, të përditshme, që e bënin jetën të bukur. Dritoni hyri me Elirën në krah, të dy duke qeshur nga diçka. Çfarë boni ju të dy? Pyeti Luana me një buzëqeshje. Baba më tha një shaka qesharake, tha Elira duke qeshur. Luana e shikoi Dritonin me dashuri. Më duket se po e çmond vajzën ton. Vetëm pak, tha ai duke qeshur. Ata kaluan mbrëmjen së bashku, duke ngrënë darkë, duke luajtur lojra, duke treguar për ralla. Dhe kur Elira ra në gjumë, Luana dhe Driton u ulën në veranda, ashtu si bënin shpesh. Ndonjëherë nuk mund ta besoj se kjo është jeta jon, tha Luana, se kjo është realiteti ynë. E di çfarë mendon, tha Driton. Disa herë zgjohem në mëngjes dhe shoh ty dhe Elirën dhe mendoj se po e ndërroj, por pastaj kuptoj se nuk është ëndër, është jeta jon dhe jam aq mirënjohës. Edhe unë, tha Luana duke kapur dorën e tij. Për gjithçka, për çdo moment, për çdo sfidë,
sepse të gjitha na çuan këtu. 5 vjet pas martesës së tyre të parë, Luana u gjon duke shfletuar albume të vjetra fotografish. Kishte fotografi nga dita martesës së tyre, fytyra e saj e tensionuar, sytë e Dritonit të mbushur me pasiguri, dhe pastaj fotografi nga martesa e tyre e dytë, të dy duke shkëlqyer nga lumturia, duke qarë nga gëzimi. Elira erdhi dhe ul pranë saj. Nëna, kush janë këta? Luana buzëqeshi. Jemi baba dhe unë, në ditën që u martuam. Po pse po qani në këtë foto? Pyeti Elira duke treguar foton e martesës së dytë. Sepse ishim shumë të lumtur, shpjegoi Luana. Ndonjëherë, kur njerëzit janë shumë të lumtur, qajnë. Elira e shikoi me kureshtje. Ti je gjithmonë e lumtur me babin? Luana mendoi për një moment. Jo gjithmonë, ka ditë të vështira, por po, në përgjithësi jam shumë e lumtur. Babai juaj është njeriu më i mirë që njoh. Driton hyri në dhomë dhe dëgjoi fjalët e fundit. Dhe ti je gruaja më e mrekullueshme që mund të kisha shpresuar, tha ai duke i dhënë një puthje në krye. Elira qeshi, ju dyja jeni të çuditshëm. Por Luana dhe Driton e shikonin njëri tjetrin me një kuptim që vinte vetëm nga një udhëtim i gjatë, i vështirë, por i bukur. 10 vjet pas asaj martese të parë, që kishte filluar me frikë dhe detyrim, Luana dhe Dritoni qëndronin në të njëjtin vend ku kishin thënë po për herë të parë. Por tani, ata nuk ishin vetëm. Elira ishte me ta dhe gjithashtu djali i tyre i vogël, Luka, që kishte lindur 3 vjet më parë. Familjet e tyre ishin atje, miqtë e tyre ishin atje, dhe të gjithë po festonin dekadën e tyre së bashku. Kush do ta kishte menduar, tha Agim, babai i Luanës, me sy plot lot lumturie, se nga një situatë aq e vështirë do të linte aq shumë lumturi. Mira e përqafoi Luanën. Gjithmonë dinim se ti do të gjeje rrugën tënde, dhe e gjete. Luana e shikoi Dritonin që po luante me fëmijët dhe ndjeu një dashuri aq të madhe sa zemra sikur do të shpërthej. E di, i tha ajo nënës së saj, në fillim mendoja se isha martuar nga detyrimi. Mendoja se kjo ishte një sakrificë, por tani kuptoj se nuk ishte detyrim. Ishte fati, ishte shansi im të gjeja dashurinë më të vërtetë. Dritoni erdhi pranë saj dhe e kapi dorën. Gati të shkojmë? Po, tha Luana. Le të shkojmë në shtëpi. Dhe ndërsa ecnin së bashku, me fëmijët e tyre, me familjet e tyre, me një jetë të plot pas dhe përpara tyre, Luana mendoi për gjithçka që kishin kaluar. Kishte filluar me një martesë të detyruar, por kishte përfunduar me dashurinë më të vërtetë që kishte njohur ndonjëherë. Sepse disa herë, dashuria nuk vjen si një stuhi e papritur. Disa herë, ajo vjen si një lule që rritet ngadalë, me kujdes, me durim, me kohë. Dhe kur rritet kështu, rrënjët e saj janë aq të thella sa asgjë nuk mund ta shkul. Kjo ishte historia e Luanës dhe Dritonit, një histori që filloi me frikë, por përfundoi me shpresë. Një histori që tregoi se edhe nga situatat më të vështira mund të lindë diçka e bukur. Një histori dashurie që nuk u shkrua në yje, por u ndërtua me durim, respekt dhe besim. Një histori që do të kujtohej për gjithmonë.